Votuesit në Maqedoninë e Veriut kishin zgjedhje të qarta në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, por jo të gjithë kandidatët garuan në kushte të barabarta, vlerësuan nga misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve ose ODIHR pas përfundimit të procesit zgjedhor të 2 nëntorit. Në raportin e publikuar sot, vëzhguesit ndërkombëtar theksojnë se megjithatë procesi ishte i qetë dhe i rregullt, përfshirja e zyrtarëve shtetëror në fushat dhe përdorimi i resurseve publike vazhdojnë të mbeten shqetësim sipas ODIHR-s. Toni i fushatës ishte më i përmbajtur se sa në rrethin e parë, me disa raste të sulmeve personale nga kandidatët dhe liderët e partive ndaj njëri tjetrit. Përfshirja e vazhdueshme e zyrtarëve qeveritar në fushat her pas here turbolloi kufirin mes shtetit dhe partisë. Në raportin e tyre, vëzhguesit të ODIHR theksojnë se në këtë proces zgjedhor në përgjithësi u respektuan liritë themelore të shprehjes, megjithatë pati raste të presioneve ndaj votuesve dhe pretendime për blerje votash. Raporti nënvizon gjithashtu mungesën e transparencës në financimin e fushatës dhe mospërputhje në raportimin financiar nga ana e kandidatëve. Sipas ODIHR-it, mediat mbajtën një qëndrim kryesisht neutral, por u vure një përpjekje për manipulim përmes rrjeteve sociale. Ndryshe, rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale u realizua dje në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit.